19-24 e në veçanti 22 dhe 23 janë data që është shtirë me përshru, sepse fillon me përshru diçka gjatë përshkrimit del ana tjetër. Për shembull, sepse aty se cili e kem historinë tonë, ngjarjet tona, përjetimet tona, sepse aty ka qenë një masakër që ka zgjatë 5 ditë, për 19 deri 24, dhe se cili e ka historinë e vetë, se cili ka ngjarjet e veta, pastaj dikush është mundu me ndihmu, dikush është mundu me përgatitur ushqim, dikush ndoshta edhe do një vetë mbrojtje, kështu që gëshëtohen përjetimet në rastin konkret tonë, ndoshta është pak më e veçantë, sepse kam pas rastin që shumica të plagosur të kalojnë për duart e mia dhe kam përjetu të merren që në kisha dash me dëshru ose me përjetu askush në botë, në veçanti të popullit shqiptar, për një kohë të shkurtër, me dhjetra deri në qindra të plagosur për një herë me plagë nga më të rëndat, me plagë nga ata që edhe po të ishin në sallën e operacionit nuk do të mund të shpëtonin, e mos të flasim në obor të hapur, pastaj kur nuk i mbete për dhënien ndihmës së parë, dhe aja që është më dhimbshme, më e vështira, më ndjenjen që nuk mund ta harrosh në asnjë moment, për shembull kur e sheh ndonjë të burgosur, po edhe ndonjë që e ke njohur më herët, dhe i ka organet dalë jashtë, nuk i mundësi me ndihmu, e di si nuk ka mundësi me jetuaj disa minuta ose sekonda, megjithatë e kërkon ndihmë. Edhe si mund të bësh ballë, mos t'i afrohesh, të paktën me qëndru pranë kokës së tij derisa të ndrojë jetë. Kurse i burgosuri tjetër ka plagë që me dhënien e ndihmës së parë atij ki mundësi t'a shpëtosh jetës. Janë dilemat, janë momente që është vështirë me vendos, po kur tha ato tash janë ndjenjat, është edhe momente tjera, për shembull, kur shkojnë në Dubrovë, vinë familjarët që tani bijtë e tyre, ma nuk jetojnë, janë vrarë ato, dhe sikur e ndjen atë fajin ndoshta, pse edhe ata si kemi shpëtu, edhe pse nuk është varur nga ne, po ose çka na e mendja se thonë ata, tishin ka djem ton në mesin e tyre. Pra do thot sa e shoh, ose për shembull çdo vetën që shkoj e shoh nga një të plagosur që nuk e kam parë prej burgut, që 25-6 vite për të parë shoh, edhe më afrohet thotë ma ke shpëtuar jetën. Çfarë ndjenje, ndoshta krenarisë e kënaqësisë ato, po për një moment e sheh palën tjetër që biri i tyre se nuk jeton. Domethënë gëshëtohen ndjenjat ato, më lidh me pyetjen e parë, që është ka bërë deri tash, hala ma shtirë po e kem, kur 26 vite po bëhen, askush ende nuk ka dënu për burgun e Dubravës, që po shpresoj se të paktën ndoshta do të lehtësohemi pak. Personalisht po flas për veten, vitet e para pas luftës, edhe kur i përshusha këto përjetime, sikur më duke pak ma lehtë. Tash më duket me kalimin e kohës, a mosha apo bad veta nuk e di, po emocionet ka herë nuk po muj t'i përmbahem atyre, dhe gjithherë po më duket ma vështirë. Ndoshta ka herë në ngushëllimi po e gjaj se të paktën kemi informacione se prej si ka kalu gjyqësia tek vendorët, është punu me një vullnet jashtëzakonisht të madh, kanë grumbullu shumë informacione, dhe po shpresoj edhe me ligjin që është mundur të dënuar në mungesë, po shpresojmë se shumë shpejt do të fillojnë të gjykohen të paktën në mungesë, e po shpresojmë se në kalimin e kohës do të kemë mundësi pasaj edhe të ekstradime, sepse për momentin na mund t'i dënojnë, po jemi të vetëdijshëm se Serbia nuk do t'i sjellë, po të paktën të dënohen ata dhe në një formë se një tjetër ndoshta kanja, të paktën një të filloj pastaj sigurisht na do ta kemi më lehtë, sepse edhe sot e kësaj dite, kur e dim se ata ende lirshëm në për Serbi, po ndoshta ka raste që edhe në Kosovë vite që nuk mund me ditë na, edhe domethënë nuk është morë asgjë deri tash, ka gjë vështirë për ne, po shpresojmë se kohët fundet ka një lëvizje bukur të mirë nga prokuroria e Kosovës, krimet të rënda, e po shpresojmë se më në fund do të dënohet dikush. A ki qenë gjendje edhe mi përcjell kush çka ka dëshmu, a ka land prokuroria unë dëshmit që i keni thonë mikrofon ose që i keni shkru e kom parasysh, po e shojmë edhe vetë që ka njerëz mjaftojnë për procese gjyqësore. Është e formuar në ekip i policisë edhe i prokurorisë, që është duke mbledh fakte, duke marrë një intervistat burgosnit, kemi dhënë intervista dhënë edhe Beslimi dhe shumë të tjerë. Në prokurori. Është ka përgatitet dosjeve që është e gatshme për njerëz
për ata që i njohem, për drejtorin e burgut,